Vllaznia zhgënjen përsëri tifozët në sfidën e radhës në kampionat, ku Çiblutu mposhtën në shtëpi me rezultatin 0-2 nga Bylysi, duke mos përfituar nga humbja e Elbasanit për të marrë vendin e parë. Një paraqitje dobët të shkodranëve ku vetë Ranieri Martini e pranoi se ishte një nga ndeshmet e këqija të skuadrës së tij. Po falshme për ne. Kjo tregon edhe herë që ekipi, çdo ekip sa vetë cilësi të ketë, nëse s'ka motivimin e duhur për paraneshjes, nuk arrin me shpreha të fush. Fillon mirë, po atë me rastet tona, dikun për cilësi, dikun për egoizëm të prumë, nuk arritëm shënurin. Ma ne fillum të bënë nervos, doshim me kërku golin në mënyra që s'janë mënyra tona. Por duhet të thonë që është nga ndeshjet më të këqija që kena bo. Të paktën me ndresh duhet ishim më të qartë, sepse keshte ndeshjet që kapshin vallin e parë prap. Ishim aty ku kishim kënë gati pothuajse tonë kampionatin e pafalshëm. Ana psikologjike është më e rëndësishme në këtë momente, po gjithsesi janë edhe dy ndeshje deri në fund kampionatit do t'i bëjmë unë bëjmë maksimumin edhe shohim final formën. Problemi ishte që sot ndeshja ishte për të dy skuadrat jetë vdekje. Nuk mund të themi që ishte thjesht, pavarësisht se ju e patë si shkoi loja. Pjesën e parë me vujtëm në mënyrën se do të fitonin topin, në mënyrën se do të nxjerrin topin përpara. Sidomos nga mbështetja e dy sulmuesve, e cila nuk u bë ashtu siç duhet. Pasti fjalë të mira mund të them për skuadrën mas rezultati, se ndryshe do të kisha folur nëse do kishim rezultat tjetër. Kështu që llafet e shumta në këtë moment janë për karallojt. Shkoj marrë vesh rezultatet e tjera dhe jemi prapë në të njëjtat pozita. Kështu që themi se me mënyrën se si djemët janë fut për të plotësuar detyrat e tyre që unë e kam dhënë, na jep një lloj shpresë për vazhdimsi. Me këtë humbje Vllaznia mbetet në vendin e dytë, 2 pikë më pak se Elbasani dhe në javën e parafundit të kampionatit, ku Çiblutu përballën transfert me Tiranën.